Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, këtë të premte të 30 janarit, 1 janar 2026 i mbushur vetëm me ngjarje. Përpara se të hynim në transmetim të drejt për drejt, kur kemi përmbysur skaletën e ditës duke lënë jashtë një gjyshe e cila rrite vetë me fëmijët e djalit, ndërkohë që ky i fundit ka dhënuar të moshuarën. Një tjetër lajm briti në redaksinë e emisionit me zemër të hapur, do të jemi në kërkim të një të humburi, të njëjtë moshuari nga Lushnja, por përpara se të hynim në transmetimin e drejt për drejt, një ngjarje në Bulqiz ka tronditur në fakt zonën ku 58 vjeçari Bastrin Nuredini ka goditur të birin 29 vjeç dhe ndërkohë lidhem me kolegun tim Enver Doçi për detajet të kësaj ngjarje. Enver, të përshëndes. Përshëndetje, një ngjarje e rëndë ka ndodhur brëmbë rreth orës 23 në njësi Ostren i vogël, në Bulqiz, kur babai Nuredin, Bastrin Nuredini, po? Po, Bastrin Nuredini, 58 vjeç, ka goditur me mjete prefse Kongres Nuredini 29 vjeç. Ngjarja ka ndodhur në mesnatë, sipas informacionit që kemi marrë deri në këto momente sa është shumë shpejtë, ata që nga në kushte të vështira ekonomike, kanë qenë familjarët, ata që kanë ndërhirë dhe i kanë larguar thikën nga dora objetin prefs, se ato përcakton policia se çfarë ka qenë mjet prefs, ka qenë thika, mjet tjetër prefs. Por dhe ka qenë familjarët, ato që i kanë larguar dhe djali vetë pse kishte marrë plak, ka tentuar të largohet dhe ka dalë, ka hapur derën kryesore dhe ka dalë në oborrin e banesës. Menjëherë policia ka pritur në vetë ngjarje, kanë qenë familjarët ato që kanë njoftuar policinë dhe kanë pritur në vetë ngjarje dhe ka arrestuar babain 58 vjeç që ka goditur djalin e tij 29 vjeç. Akoma nuk dihet version se cili ka qenë shkaku i sherrit që ka ndodhur në Ostrenin e vogël të bashkisë Bulqiz. Materialet i kanë kaluar prokurorisë Dibrës dhe po heton për shkaqet e kësaj ngjarje aq të rëndë se nuk është herë e parë të ndodhin të tilla ngjarje me qarkun e Dibrës, që janë sipas informacionit të marrë, nata e mbrëmshme këto kanë qenë në kushte të këqija ekonomike, po sipas informacionit përsëri, pas ka qenë dhe përdorus alkooli, pas ka qenë papai i djalit. Tani shkaqet vetëm kur t'i nxjerrë grupi hetimor dhe po punon për zbardhjen e ngjarjes. Enver, kemi ndonjë të dhënë se si është gjendja 29 vjeçarit dhe ku ndodhet ai për momentin? Sipas bluzave të bardha, është jashtë rrezikut për jetën, po merr mjekim në spitalin e Bulqizës dhe tani pritet vetëm të jetë vetë dhe papa i djalit që ka marrë këtë, mund të themi kjo një ngjarje e rëndë që do të deklaroj se cili ka qenë shkaku, po dhe familjarët janë marrë pyetje dhe djali do të deklaroj se cili ka qenë shkaku që arriti në mesnatë këtë gjendje që ka ndodhur në Ostrenin e vogël të Bulqizës. A dihet edhe orari sakt i ngjarjes në mbrëmjen e kaluar, se thua gjithmonë në mesnatë, por sa ka qenë ora për të kuptuar se çfarë ndodh? Rreth orës 23, sipas informacionit të marrë dhe nga rreth orës 23. Kanë gjuhë krismat dhe kanë qenë familjarët, ato që kanë përtitur të parit dhe kanë njoftuar policinë, po për fat të mirë djali vetë që kishte marrë plakën, ai ka tentuar të hapë portën kryesore ose derën kryesore të banesës dhe të dalë në ambientet e jashtme të oborrit dhe është larguar. Kjo është informacioni paraprak deri në këtë moment që po flasim. Thua familjarët, pra në familje nuk ka qenë vetëm babai, ndoshta edhe nëna dhe djali, por do të ketë pasur dhe familjarë të tjerë, po më thua. Po ka pas dhe familjarët, po kjo janë dhënat paraprake, të jetë grupi hetimor, ai që do ta zbardhë të vërtetën, se cila është shkaku i kësaj ngjarje, se ai shiqir Zotit për fat të mirë ka tentuar o larguar, se ai po larguar me hapë kryesore, ai dihet se çfarë pasojë të kishte. Enver, i mshove faktit që ka qenë një familje me probleme ekonomike, apo jo? Çfarë do të thuash? Ndoshta shkaqet ekonomike kanë çuar drejt kësaj ngjarje të rëndë?
Tani, si pas informacionit të morë, se tani nga kishim kontakte me banorë të zonës dhe të fshatit të Streli Vogël, dhe ato thënë ka është një familje dhe shumë me keqe me kushtet ekonomike. Tani ato janë dhe përdorues alkooli, mund të ketë qenë babaj për në efektet e alkoolit. Tani do jetë grupi jetimoraj që do ta përcaktoj, se nuk e kuptoj. A dihet statusi 29 vjeçarit i martuar me fëmijë, beqar? Tani këto nuk e dim se nuk ai martuar apo se martuar, nuk e kena këtë informacion. Kush tregon që babai është përdoruesi i alkoolit? Burimet brenda policisë apo edhe bashkëtarët? Banorët e zonës. Banorët e zonës. Banorët e zonës, dhe ata nuk ka qenë për momentin dhe ato vetëm kanë qenë krismat që kanë kërkuar një familjar tjerë që është plagosur me mjete prese dhe ka shku dip, ka njoftu policia me njerë ka mbritur në vendngjarje dhe ka bërë të mundur arrestimin e babait, djalin ka sjellë pranë spitalit të policisë ku po merr ndihmën mjekësore dhe kjo do jetë vetëm grupi hetimor kur ti përcaktojë shkaqet e kësaj ngjarje. Enver, ajo që më bën më tepër përshtypje jo vetëm në këtë ngjarje, por në të gjitha ngjarjet dhe sidomos në qarkun e Dibrës që ju raportoni prej shumë vitesh, përdorimi i armëve, si ka mundësi që në çdo familje pothuajse ka armë dhe më pas përdoren këto armë, ndoshta edhe brenda familjes, ndoshta edhe për ngjarje të tjera jashtë familjes. Tani, faktikisht, se ka me mjetë presë, mjetë presë, këto gjithë familjarët. Gjithë i kemi në shtëpi. Gjithë i kanë në shtëpi, se flasë për armët e zjarrit, Enver. Po, dhe një fit buke që mund shkoj shumë mjetë presë, por tani, kjo nuk dihet se qarë mjetë i presë, se ne sune përcaktojmë, kur ta përcaktoj grupi hetimor. Qartë, më the pak më përpara që janë dëgjuar të shtëna, pra, përveç mjetit prerës, janë dëgjuar dhe të shtëna, është përdorur dhe armë, ta qartësojmë pak. Ja të shtëna, nuk janë dëgjuar. Nuk janë dëgjuar, oke. Ata vetëm kanë qenë familjarët që kanë kërkuar ndihmën e bashkëfshatarëve dhe ata kanë shkuar me një herë, kanë qenë familjarët ato që kanë shpëtuar jetën e... Po, policin kush e ka njoftuar policin? Po, familjarët e kanë njoftuar. Familjarët kanë njoftuar policin. Gjithsesi, djali ka dalë nga dera e shtëpisë, thoni ju, dhe i ka shpëtuar në një farë mënyrë dhe agresionit të babait. Tani, si për në të informacionet të ardhën nga fshatarët, se në të informacionet të ardhën nga fshatarët, se momentin që babai ka goditur me mjetë presë djali ka tentuar dhe o larguar. Qartë, Enver, përveç se të falenderoj që je gjithmonë i gatshëm dhe një bashkëpunëtor shumë i vyer i emisionit Me Zemër të Hapur dhe i televizionit News 24, nëse do kesh të reja më të fundit, deri rreth orës 13:30 minuta, mund të hyjmë së bashku kërko linjën. Faleminderit edhe një herë për raportimin. Faleminderit dhe juve. Faleminderit. Ndërkohë ditën e sotme për të folur për ngjarjen që do ta trajtojmë pak më vonë me mua në studio Elviz Duka, avokat, përshëndetje, mirë se erdhe. Në krahun tënd Irena Shanaj, psikologja jon, përshëndetje të dyve, mirë se erdhe. Përpara se dalim edhe tek tema kryesore e ditës, humbja e një 68 vjeçari, shkojmë tek një baba i cili ka plagosur të birin 29 vjeçar dhe detajet në fakt i morëm nga kolegu ynë Enver Doçi. Do doja fillimisht pse arrim në këto motive kur babai një 58 vjeç përdoruesi i alkoolit, të paktën sipas informacioneve të fshatit Ostren dhe raportimit të Enver Doçit, ka goditur rreth orës 23 të birin 29 vjeçar dhe ky ka shpëtuar duke ju larguar agresionin babait, por më vjen mirë që familjarët menjëherë kanë njoftuar policin. Shumë të keq ardhur që të njihemi me këtë rast në minutat që supozohet ja dedikonim të moshuarit të humbur. Një rast dhune i pa precedent që reflekton në fakt një situatë, një krizë të thelluar familjare, shohim ose mund të hamendësojmë një zinxhir përplasjesh dhe konfliktesh të vazhdueshme, një zinxhir traumash ndërbreznore, sepse sigurisht dhuna është një cikël që përsëritet brez pas brezi, dhe duke friksuar dhe duke dhunuar, ne nuk jemi duke dhënë modelin e duhur, pra dhuna nuk mund të jetë asnjëherë një mjet edukimi, kurse si mund të jetë një mjet kontrolli për një prind me pikpamje autoritare,
mirë po asnjëherë nuk edukon, përveç se lë plagë të pashlyeshme në shpirtin dhe në mendjen e këtij të riu dhe tek anëtarët e tjerë të familjes që gjenden të terrorizuar dhe të i gjithë komuniteti lokal, por jam e bindur që tek të gjithë shqiptarët është një tronditje e fortë. Dhuna e brenda familjes është fenomen shumë i trisht, por shumë brenda familjes, shumë por kemi alarmant. folur edhe që ka fëmijë, të paktën ka ngjarje shumë tronditëse në Shqipëri, ka fëmijë që kanë ekzekutuar edhe prindin, sidomos prindin baba. Kujtoj këtu rastin e Durrësit, të 3 fëmijëve të cilët jo vetëm e vranë babain e groposën, por madje shkuan edhe në polici për ta treguar që ai kishte humbur gjurmët, por megjithatë policia e Durrësit me sa duket ra në gjurmët që vrasësit e personit ishin fëmijët e tij. Si pasojë emocioneve të papërpunuara, si pasojë eksakt. Ama janë një sër mekanizmash psikologjik që aktivizohen, që do të thotë këta fëmijë mekanizmi i ndrydhjes së emocioneve ka punuar fuqimisht ndër vite, që do të thotë ata kanë mësuar se si të amortizojnë ndjenjen, ata kanë mësuar se si të bashkëjetojnë ditë pas dite me këtë baba dhunues, me këtë terror, të jetojnë në këtë klim kaq agresive dhe kaq armiqësore, ama frika është induktuar thellësisht tek ta. Frika ka qenë po aq e lartë sa edhe respekti në thonjza që ka marrë ky prind. Faktikisht rastit, unë nuk e di kujt rasti i referohesh, po jo, jam duke ju referuar rastit aktual, ndërsa rasti i Durrësit ka qenë nuk janë zbuluar detaje që babai të ketë qenë dhunues ndaj 3 personave. Tipikisht ka janë fëmijë që kanë një frustrim të jashtëzakonshëm të akumuluar. Pra, rasti i fundit i Bulqizës, thoni ju, ndoshta kemi të bëjmë me një baba tipik dhunues ndaj fëmijës, apo jo? Po, janë të ekspozuar ndaj një dhune sistematike, ndaj një dhune të vazhdueshme dhe një baba që përdor dhunën si një mjet kontrolli. Pra, ti do bindesh sepse jam unë autoriteti suprem, jam unë që absolutizoj gjithë dinamikat brenda familjes dhe gjithçka që them do bëhet me çdo kusht. Ndonë se ai është një 30 vjeçar, një 29 vjeçar, shkëputur ende nga familja, ndoshta për shkak edhe të kulturës tonë si popull, sepse ne kemi popull të tjerë që fëmijët i nxjerrin nga familja për të jetuar të pambarur që në moshën 18 vjeç. Ndoshta patjetër, ama ndoshta janë dinamika dhe që derivojnë nga dështimi prindëror, sepse nuk kanë ditur që ta mbështesin këtë të ri drejt rrugës së tij të pavarësimit. Nuk ka ditur që të jetë një figurë që ofron siguri emocionale dhe një mbrojtje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme, dhe për këtë është një baba. Këtë duhet garantoj një baba, që jam unë këtu për ty mburoj dhe ti je i lirë që të rritesh dhe të pavarësohesh, sepse rritja kërkon përgjegjësish. Ama nuk ka dhënë një model korrekt, një model të qëndrueshëm të një burri. Një model burrërimi nuk e ka dhënë ky baba, kështu që një model i pashëndetshëm për fat keq është cikël që përsërit veten, që trashëgohet brez pas brezi. Ne shpresojmë që të bëhet puna e duhur dhe që të jetë një ndërhyrje e integruar. Ka e këtij ciklit. Kush mund ta bëjë kërkon vetëriu, po e rëndësishme është ai të ndërgjegjësohet, të vetëdijsohet që unë nuk mund të identifikohem me babain tim dhunues. Nëse unë në lëkurën time mundet, patjetër, është i predispozuar që të kthehet, ama kërkon një vetëdijsim shumë të lartë të riut që zëri i tij i brendshëm të jetë më i lartë se sa zërat e jashtëm që e mbytin, që okej, ti je biri këtij babai, kështu që ti do shkoj kërkohet një punë e jashtëzakonshme, që do thotë të gjithë janë një sër institucionesh, janë një grup profesionistësh që duhet të bashkërëndohen në mënyrë që të japin suportin e duhur që meriton ky i ri. Faleminderit Irina për të kaluar tek Elvisi, tek avokati ynë, ju vini nga zyre e avokatëve antikorrupsion, detektivët privat. Visi, çfarë rrezikon 58 vjeçari? Me kaq të dhëna, edhe pse janë vetëm të dhënat e paraprake. Se jemi pak orë pas ngjarjes. Përsa u fillua ngjarja 13 orë pas ngjarjes. Jemi akoma në një situatë e cila nuk është zbardhur plotësisht, domethënë gjitha rrethanat e ngjarjes. Normalisht asnjë shkak nuk e justifikon dhunën si nga babai i biri apo dhe nga
normalisht nga djali tek babai. Shkaku ndoshta jo, por babai mund thotë që janë vetë mbrojtur. Atëherë, një ndër arsyet që doja të shpjegoja mund të jemi edhe në rastet e një vetmbrojtje nga ana e babait, sepse mund të jemi para një sulmi i cili ka qenë më i lartë se sa intensiteti i mbrojtjes. Në këto kushte ne duhet të kemi kohën të cilën ta shohim, domethënë çështjen të zbartur nga ana e organeve hetimore që të kemi një panoramë më të gjerë në lidhje me çështjen. Dhuna në familje është një ndër shkaqet të cilat kemi disa raste të cilat fatkeqësisht vinë në rritje në vitet e fundit, mund të jenë shkaqe ekonomike, mund të jetë shkaqe përdorimi i alkoolit, por gjithsesi mbetemi në rastin që nuk e justifikojnë ngjarjet. Dhuna në familje edhe me ndryshimet e kodit penal dhe me ndryshimet të cilat do të vinë si domethënë në vite në vazhdim, ka ardhur në një ashpërsim të dhunës familje, nga pjesa që dënoi me gjop dhe me burg, tani kemi një dënim. Dhuna, plagosja, fatalitetet brenda familjes gjithmonë kanë dënime maksimale. Apo jo? Absolutisht. Ligji i një drejtë shumë të lartë edhe viktimës në këtë rast, i cila mund të përfaqësohet në avokat dhe ndjekë gjithë procedurën ligjore deri në vendimarrjen e gjykatës. Një rol të rëndësishëm ka dhe dëshmia e familjarëve, dëshmitarëve në ngjarje. Absolutisht. Ata mund ta rëndojnë pozitën e 58 vjeçarit, por edhe mund ta lehtësojnë atë? Absolutisht, ne jemi në faktin të zbardhjes së ngjarjes. Ne duhet të gjejmë shkaqet të cilët kanë shkruar tek dhuna. Duhet të jep sepse ne duhet të jemi gjithmonë tek pjesa parandaluese e dhunës deri në momentin në cila ndodh ky. Flasim për dhunën dhe për plagosjen pa shkuar tek fatalitetet. Ju e përmendët avokat që nuk ka asnjë lloj justifikimi. Pse në këtë rast ne po këmbgulim shumë tek arsyeja? Çfarë do ta ndihmonte arsyeja këtë baba 58 vjeç që ka goditur të birin? Si mund të jemi edhe në rastet e cilën një vetmbrojtje. Vetëm në rastin e vetmbrojtjes. Vetëm në rastin nëse jemi para një vetmbrojtje, e cile domethënë supozojmë se jemi para një djali i cili ka qenë dhunues, dhe në momentin të cilën babait i rrezikoi jetën, normalisht kanë ndërprer sulmin duke u vetmbrojtur ndaj djalit dhunues. E kuptoj. Mirë, ju falenderoj të dyve për këtë pjesë të parë, sepse më duhet të dalë në hapësirën e parë publicitare nga 58 vjeçari babai që ka plagosur të birin pikërisht në Ostren. Do të kalojmë tek një 68 vjeçar nga Lushnja, i cili ka humbur ditën e djeshme dhe familja e tij është në terren duke kërkuar një familjar. Do të jetë pas pak drejt për së drejti me studion e emisionit Me Zemër të Hapur pas hapësirës publicitare. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi në pjesën e dytë të emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Në pjesën e parë kemi folur për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur mbrëmjen e kaluar në Ostren, ku babai 58 vjeçar, Bastri Nuredini, ka goditur të birin Kongres Nuredinin, 29 vjeçar, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Nga 58 vjeçari babai dhunues, kalojmë tek një tjetër baba, 68 vjeç, Muzafer Çili. Elus Regji në këto momente të shfaqi portretin e këtij 68 vjeçari, i cili është larguar nga familja, nga fshati Barbullin e Lushnjës ditën e djeshme, dhe ndërkohë e gjithë familja është në terren duke e kërkuar 68 vjeçarin. Për më shumë, se si ka humbur gjurmët ky 68 vjeçar që po e shihni të shfaqur në ekran. Na një kronika e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Ahmataj. Rikthehemi në studio jo vetëm me të ftuarit, por me lidhje të drejtë për drejtë nga terreni, aty ku familja Çili po kërkon këtë 68 vjeçar. E ndjekim materialin. Familjarët e një të moshuari janë drejtuar redaksisë e emisionit Me Zemër të Hapur për të kërkuar ndihmë në gjetjen e tij, pasi ai është zhdukur dhe prej disa orësh nuk kanë asnjë informacion për vendodhjen. Sipas familjarëve, i moshuari quhet Muzafer Çili dhe është nga fshati i Barbullin Lushnjë. Ata shprehen se ai nuk është i aftë mendërisht, ndaj situata është tepër shqetësuese. Muzafer Çili është parë për herë të fundit rreth orës 10 të paraditës së djeshme në zonën Fier Shegan, ndërsa rreth orës 2 dyshohet se është parë edhe në fshatin Poshnjë, që prej atij momenti nuk ka më asnjë gjurmë. Familjarët kanë frikë se ai mund të jetë i lagur nga rreshqet e shiut dhe qëndrimi gjatë natës në rrugë mund të jetë fatal. Në momentin e largimit, ata thonë se ai mbante veshur një xhaketë kafe
dhe një kapele. Ndiqni emisionin. Rikthehemi në transmetim dhe lidhemi me njëherë me Lushnjën nga terreni aty ku ndodhet familja Çeli. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë flas me djalin apo me nipin? Me nipin e Muzaferit. Po, dhe ju quheni? Emilian Cili. Edhe një herë ju lutem? Emilian Cili. Emilian. Po. Zoti Emilian, si ka humbur gjurmët xhaxhai juaj ditën e djeshme? Po xhaxhai dije është parë në Pjeshegan në ora 10. Jo, kur është larguar nga shtëpia e tij? Dije në mëngjes. Çfarë ore? Në orën 7. Në orën 7 të mëngjesit, po? Zakonisht. Po? Edhe është parë në 10 në Pjeshegan dhe në Poshnjë është parë diku te rreth ora 3 pa i qerek, ju kam dërguar dhe kamerat të një. Po, ja do t'i shfaqim pas pak kamera, të lutem. Rreth orës 7 të mëngjesit xhaxhai ka dalë si zakonisht. Ka dalë nga shtëpia, në fshati Barbullin. Po, ka dalë si zakonisht, dilte në këtë orë xhaxhai? Si zakonisht, po, si zakonisht, po. Çfarë kishte të veshur? Një xhaketë ngjyrë kafe, kapele, pantallona mishini, thot i biri. Po, kafe, xhaketa, jeshile pantallonat? Jo, pantallona mishini të zezë. Të zeza, po? Po, të zezë. Dhe i palë shapka në ato të blujtë që janë mos fund si nuj, që janë. Po, ndërkohë, çfarë ju ka thënë familjes? Ku po shkonte? Pa i del zakonisht, del na qendra, na Pjeshegan edhe Emiliano, të lutem, kush ka qenë personi i fundit që e ka parë duke dalë rreth orës 7 nga banesa? E bia, i biri, ati në shtëpi që kanë qenë. Kanë vënë re diçka tek babai i tyre? Jo, si zakonisht. Si zakonisht. Si zakonisht. Zoti Muzafer, kohët e fundit, vuante nga shëndeti mendor? Kishte filluar të humbte kujtesën apo diçka tjetër? Pak a shumë, po kishte ndryshime. Nga më përpara kishte rëndes. Kishte rëndes. Sa kohë kishte që e kishte pësuar këtë rëndes? Po 5-6 muaj. 5-6 muaj. A merte medikamente? Merte ilaçe? Jo. Ju thoni që rreth orës 10 ai është parë në Pjeshegan, apo jo? Jo, është parë në Pjeshegan, po. Nga ora 7 deri në orën 10, ku ka qenë? Në Pjeshegan qenë, se ka qenë dhe pazar, aty si ditë pazari ditë e njëjtë dhe aty në ato lokale. Pra, me njërë nga shtëpia ka shkuar në Pjeshegan, apo jo? Në Pjeshegan, po. Qartë. Nga Barbullinja deri në Pjeshegan, sa mban rruga? 10 minuta në kemë, dhe në dikut e 2 km, 1,5-2 km. 2 km. E përshkruante dhe herë tjetër këtë rrugë? Ato, për gjitha të fundën. Kush e ka parë në Pjeshegan rreth orës 10? Pjeshegan e ka parë një vllaj, një 2-3 çuna që e njohin, e ka parë kushuriri tjetër. A i kanë folur, çfarë kanë thënë ato, çfarë po bënte Muzaferi? Ka përshëndetur, ku si zakonisht. I ka përshëndetur? Po, ka qenë si zakonisht. Duke në gjendje të rënduar? Si gjithmonë, si këto 6 muajt e fundit që thash donë. Okej, dhe nga Pjeshegan ju thoni rreth orës 14:40 minuta, ai është parë në 45, është parë në Poshnjë. Po, është e vërtetuar kjo me kamera sigurie me të gjitha. Po, ndërkohë ka shfaqur edhe regjia, ai ju lutem regjia, ma vini në ull për ta komentuar edhe videon. Atëherë, nga Pjeshegan në Poshnjë, sa diferencë, sa kilometra është edhe si përshkruhet? Duhet jetë diku te 3-14-15 kilometra, po. 13, 14, 15 kilometra. Atëherë, si mendoni ju se e ka përshkruar nga Pjeshegan në Poshnjë? Në këmbë? Në këmbë, po, se është parë dhe në fshatin Ure Kuqit, edhe në Syzet, edhe këtu për e të funit, në Poshnjë. Ndërkohë, kush ja u ka dhënë të gjitha këto informacionet? Persona që kanë pas bizneset lokale anë e rrugës, që kemi pyetur neve, disa e kanë njojtur, disa nuk e kanë njojtur, që nuk e si zonës, dhe më thënë. Qartë. Me vete çfarë dispononte? Nuk vendimu të vërtetu me kamerat e sigurisë në Poshnjë. Po, me vete çfarë mbante? Çfarë dispononte? Një letër njoftim, një pasaport? Më duket se ka dhe kartën e identitetit me vete. Para kishte? Para nuk besoj. Nuk ka pasur para? Një pakit, po jo shumë të madhe. Ndërkohë, ju kur e kuptuat largimin e tij dhe mos kthimin në banesë? Në fakt, neve na ka lajmëruar një kushurir tjetër që është e martur Tina Berati, ka kaluar ajo për të ardhur ande dhe ka parë, domethënë,
Aty dhe ka lajmëruar që ne në Xhaja në filan vend. Po pse s'ka ndaluar për ta marrë me vete? Ne po ja, se duhet ja bëjmë asaj, po që E ka kuptoj. menduar që ai ka ikur i pavetëdijshëm. Dhe ka menduar që ka dalë si zakonisht. Ndërkohë familja Çili është e gjitha në terren, ni për Po, Fëmijë. gjithë, një për djali, se një djali ka fej, djali, një për qartë. jemi diku te 7-8 veta që mbredhin të Kuptoj. pozicionet ndryshme. Ndërkohë, do doja të dija, zoti Myzafer Çili ka ditur të kthehet në banesë apo nuk e ka ditur? Po, sipas gjasave i dije që ai mund të ketë kapur në një sklerozë, ndonjë diçka që ka humbur vetdijen, sepse po ti vesh reve videove tek bizesi, duket që e kërkon diçka, po nuk arrin të E qartë. ta gjejë. Në qoftë se dikush e has në rrugë, ai di ta thot emrin e tij? Po, se di, më po tani me këtë veprimi që ka është larguar, kaq në hera parë që largohet, nuk e di tash. Keni bërë një kallëzim në polici? Kemi bërë edhe në Lushnjë edhe këtu në Urdhaj Gurore, te postë policie. E qartë. Megjithatë, një natë përpara se të largohej rreth orës 7 mëngjesi ditën e djeshme 29 janar, me datën 28 janar në darkë. Do doja të dija, çfarë thon familjarët, si ka qenë gjendja e tij? E kanë parë të shqetësuar? Ka qenë shqetësuar kur natë që ishte shtëpi, që unë mëngjesit. Natën. Një natë më para, si shtatë dhe juve, thotë i biri që ka lëvizur jashtë brenda nuk ka qenë i qetë, më dhe. Pra nuk ka qenë i qetë. Që do të thotë ai nuk e pas në diçka. Po, në mëngjes... Se ka historisë edhe plaku im edhe pas probleme me sklerozë. E kuptoj. Në mëngjes, kur është ngritur me familjarët, ka shprehur diçka? Ka folur? Ka folur? Jo, nuk ka folur. Nuk ka folur. Ka pasur ndonjë peng ditët e fundit, javët e fundit, muajt e fundit, ku mund të ketë shkuar? Ja. Ndonjë peng, ndonjë familjar, keni pyetur ke familjarët? Si? Tek familjarët keni pyetur që mund të gjendet edhe atje? Të afërmit rreth. Të afërmit, po. Nuk ka, se kemi lajmëruar të gjithë, nuk... Ndonjë peng që mundet të jetë në kërkim të këtij pengu? Se dijo, para 2 vjetësh i ka humbi biri, në ndroi jetë, pasi unë në ishte me epilepsi dhe ati si duket e zuri. Po. Edhe që atëre mori goditjen e domethënë që rast fizike. Më vjen keq, domethënë përpara 2 vitesh ka humbur edhe të birin. Po, e keni publikuar dhe ju më duket. Po, e kemi publikuar edhe neve. Mirë, ndërkohë që unë dua edhe një herë të jap pasaportën e Myzafer Çilit, ky është Myzafer Çili, 68 vjeç, i cili ka humbur ditën e djeshme, rreth orës 7 mëngjesit, ka dalë nga banesa e tij në fshatin Barbullinj, më pas ka shkuar drejt rreth orës 10 drejt Fier Sheganit, aty bëhej një treg atë ditë, është parë nga familjarët e tij, të cilët e kanë dalluar, i kanë folur dhe më pas rreth orës 14:45 minuta është parë pikërisht në poshnje dhe pamje i ka afruar regjia në këto momente dhe dua të ndaloj tek kamerat për ta diskutuar, ja. Këtu shfaqet me patallona lëkure më duket të zeza, me një palto kafe, me një kapele, duket që është i shqetësuar, ka një qese në dorë, nuk e dim se ç'mban aty në atë qese. Duket i çpërqendruar. Megjithatë, sjelljet e tij na i komenton psikologja jon Irina Shana. Irina, çfarë kupton nga sjelljet? Shkon, vjen, afrohet afër rrugës, largohet, duket që ka një hall, një problem, një shqetësim. Qartësi, arrim të lexojmë disa ecejake, disa lëvizje pa sens orientimi. Po. Që do të thotë zotëria i moshuar është plotësisht i përhumbur, i hutuar, dhe plotësisht i paqartë, pra i duket sikur ka diçka për të bërë, duhet të shkojë diku, ka një punë për të mbyllur, ama nuk orientohet dot as në kohë, as në vend. Po. Ta ndalojmë pak për të pyetur nipin. Zoti Emiliano, më dëgjon? Ju vetë si familjar, çfarë mendoni se mund të ketë ndodhur? Po,
Dije ka qenë gjithë ditën shi, ai diku aty ku është parë dhe më tutje nuk e ka parë në njëri që po pyesin këto biznese tjera. Tani nuk e di nëse ka strehuar njëri, është gjë e mirë, domethënë. Po nëse nuk e ka strehuar njëri i lagur ai në moshën që ka, nata shi gjithë ditën nuk e di. Kam frikë se mund t'i ndodhë diçka fatale, mos e rënë zoti se nevoja të vjen gjithë. Po. Mirë, mendja në fillim të shkon tek fatalitetet, por ndoshta nga lëvizjet që ai bën, nga kamerat e sigurisë, ai ndoshta ka kërkuar edhe ndonjë makinë. Dikush mund ta ketë transportuar diku. E di ndoshta, nuk e di. Në qoftë se janë shans të pakta që mund ta ketë marrë njëri në makinë sepse i lagur, siç është ai nuk ma do mendja, po megjithatë bën revakit. Dini gjë çfarë ka pasur në atë qese që mbante me vete? Jo, nuk e di, Nuk e dini. Pa mund të pas. Pra ai ka qenë i lagur aty, askush Ka qenë i lodhur, i lagur, sepse ai ka hyrë aty dhe çmuat e karburantit më thanë që i tha Moxhaja e shtej rruga, çka kërkon këtej domoshta. E qartë. E Ai qartë. ka marrë rrugën këtej. Pra Më tutje, më pati karburant, me çka kemi pyetur ne këto lokal bizneset që janë anë rrugës, nuk kam parë gjë, domethënë nuk e di fare se mirë, kjo mosparja gjë do të thotë që ai ka marrë ose ndonjë drejtim të gabuar ose ndoshta dikush i ka ardhur keq dhe e ka marrë në makinë dhe nuk dihet se ku mund të ketë zbritur. ta ketë marrë në makinë, ai inshallah shikon Emisionin, po. Ai dhe të na lajmëroj, domethënë. Patjetër. Atëherë, ju keni një thirrje për gjithë ata që ndoshta e kanë parë, mund ta kenë shoqëruar me makinë ose çfarë thirrje keni? Po, patjetër. Nëse dikush ka informacion të na lajmëroj, domethënë na ndihmoj për të mirën e të larguarit e të mirën tonë, sepse Qartë. Zoti Emiliano, edhe një herë për ta theksuar, merrte medikamente apo jo? jo, nuk merr. Nuk merrte medikamente. Vuante nga ndonjë smundje tjetër bashkëqyruse? Një radhë që pa qef para një viti e vizitum dhe imunta me medikamente, u bë më mirë dhe nuk e të kujdesun me njëri për te. Mirë, për te i shëndetit mendore dhe harresës së ti, a kishte ndonjë smundje tjetër? Ja. Sa i gjatë është, zote Myzafer? Jo probleme dhe më serioze. Sa i gjatë është? Çfarë gjatësi e ka? Po, nuk probleme. Më dëgjon? Emiliano, më dëgjon? Nuk e di në qoftë se e kam Emiliano. Emiliano, më dëgjon? Kemi ndoshta një shkëputje sepse gjithë familja është në terren, siç e shprehu edhe nipi zoti Emiliano Çili. Emiliano, më dëgjon? Do rikontaktojmë me Emilianon ose edhe me pjesëtarë të tjerë të familjes, ndoshta edhe me djalin e zotit Myzafer Çili. Jemi në kërkim të këtij 68 vjeçari. Ai ka lindur me datën 23 mars të vitit 1958. Pamjet dhe gjurmët e fundit të tij janë në fshatin Poshnje pranë një karburanti dhe është parë rreth orës 14:45 minuta. Lexoi edhe në kamera. Ai kishte një pallto ngjyrë kafe, një palë patallona lëkure të zeza, mbante në dorë një qese dhe në kokë një kapele. Nxirrim pamjet nga karburanti dhe djemt e karburantit, por edhe të lokalit, kanë qenë të kujdesshëm për ta orientuar sa më saktë. Këto janë lëvizjet në fakt në fshatin Poshnje, lëvizje të pakontrolluara, ai duket sikur kërkon diçka, ndoshta një dalje nga pas benzinatës, karburantit, ndërkohë që kemi dhe të tjera pamje. Është një rreth rrotullim aty me sa pash nga pamjet. Ja, largohet në fakt ky automjet që mori karburant dhe ndërkohë shikojmë zotrin që nuk e dim Myzaferin se nga ka marrë drejtimin. Emiliano, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Atëherë edhe një herë, sa i gjatë është zoti Myzafer? Çfarë gjatësi e ka? 1.50, 1.60 maksimumi. Pra, është trup shkurtër. Po, i shkurt. Pesha trupore e tij? Peshën 7 kg, 5 kg. Do të thotë një peshë mesatare? Mesatar, një trup mesatar. Dëgjoj, me sa duket nga kamerat e sigurisë, ka marrë rrugën, ju e dini mirë zonën, drejtimin që ka marrë nga të çon.
vajgurore, për në urë vajgurore. Për në urë vajgurore, okej. Keni pyetur atje rreth e rrotull? Kemi pyetur, përveç aty nuk parë më këtu, në rrugën e drejtimit që ai ka marrë nuk është parë më. E qartë. Ka qenë zakonisht edhe shumica e njerëzve ka qenë të mbyllur edhe. E kuptoj. E kuptoj. Edhe një herë ndonjë karakteristikë që dikush që e shikon është e dallueshme tek zoti Myzafer. Po, ai është me mjekër duhet jetë. Po? Para duhet shpesh. Po? Mjekër me kele, me xhaket kafe të gjatë. Ndonjë shenjë dalluese në fytyrë, në të hecur, në fizik? Si? Ndonjë shenjë dalluese në fizik, në fytyrë, ndonjë shenjë dalluese? Në duar, në ecje? Dhe në foto, po. Pra ka një nishan që dallon. Po për zonën, njerëzit e zonës duhet ta njohin, domethënë që nuk është i zonës. Sepse nuk ka qenë tej asnjëherë. E qartë. Megjithatë ka mundur të komunikojë me stafin, me djemtë e karburantit apo të lokalit? Jo, ata kishte kanë parë që ai po ka ardhur dall aty, i kanë thënë që xhaje nuk ka rrugë këtu për të kaluar, domethënë, po dil e ke këtej rrugën. Edhe ka marrë këtej pastaj. E kuptoj. Mirë, e kuptoj. Dukej në fakt që ai kërkonte një dalje pas karburantit, por ndërkohë gjithçka duket e qartë. Mirë, një thirrje për gjithë ata që po na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë. Çfarë do t'i thoja? Po, lutemi kush e ka parë atë, të na kontaktojë, të lajmërojë dash në redaktin tuaj, dash në numrat tonë. Qoftë edhe në polici, edhe në polici. Mjafton të shkrepi edhe një foto. Ta mbaj aty derisa të na lajmëroj të gjithëve. Po, le ta mbaj. Mirë, unë ju falenderoj. Ku ndodheni për momentin? Unë jam në Poshnjë, se tani erdhi dhe policia nga lutje që kemi bërë denuncim, do të një kontroll me dron ku diun se tonë të rrasin këta. Mirë, ne do mbetemi bashkë në kontakt, çdo informacion që do vike ne do t'ja u përcjellim dhe në kohë reale dhe ju bashkë me policin mund na përcjellni informacionet e fundit. Faleminderit që ju kisha... Nuk kam një informacion, do ju raportoj. Patjetër, edhe ne gjithashtu, faleminderit që ju kisha drejt për së drejtin në studio. Faleminderit. Pra të gjithë ju që mund ta keni parë këtë të moshuar, mund të telefononi në numrin 069 20 37 000 ose gjatë për gjithë këtyre minutave ka një tjetër numër kontakti që bën të mundur zërin tuaj live dhe drejt për drejt për ta ndihmuar familjen, të cilët ndodhen në Poshnjë dhe ndërkohë do të kontrollojnë me dron dhe aty ndodhen edhe familjarët. Të gjithë ju që keni një informacion për këtë 68 vjeçar, quhet Myzafer Çili, nga pamjet e fundit të ditës së djeshme, pa u bërë 24 orë në benzinatën pra e Poshnjës së Shpar 14:43 minuta konkretisht, duket pra i moshuari, pantallona të zeza lëkure, një pallto ngjyrë kafe në formën e xhaketës, një kapele dhe një qese që mban në dorë. Karakteristik, thot familja, është një nishan në zonën e fytyrës që duket tek pasaporta e tij dhe tek data e lindjes. Të gjithë ju që e hasni në rrugë, mund ta mbani aty, mund të shkrepni një foto, mund të na telefononi ne, mund të njoftoni familjen, por gjithashtu edhe policin. Por mund t'i kërkoni këtij të moshuari, ndoshta dhe kartën e identitetit që me sa duket e ka me vete. Dalim në hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi për ta komentuar me të ftuarit, por për të pritur dhe informacionet tuaja. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit, jemi në kërkim të një 68 vjeçari i cili ka dalë nga shtëpia ditën e djeshme 29 janar rreth orës 7 të mëngjesit nga fshati Barbullin e Lushnjës. Lëvizjet e tij kanë qenë pikërisht në orën 10 të shpar në Fier Shegan dhe më pas 15 kilometra më tutje në fshatin Poshnjë. Ju keni pasur mundësi të ndiqni edhe pamjet që pra një karburanti ja duket lëvizjet e pak kontrolluara të këtij 68 vjeçari i cili quhet Myzafer Çili, 68 vjeç, ka veshur një palë pantallona lëkure ngjyrë e zezë, një pallto tip xhakete ngjyrë kafe, mbante një kapele, ka një mjekër të bardhë dhe në krahun e majt apo të djathtë nuk e specifikuar mirë, ka një nishan të dukshëm dhe në zonën e hundës një njoll kafe. Të paktën këto janë të dhënat.
mban një qese, data është 29 janar 2026, ora është 14:44 minuta, është kthyer edhe një herë pas dhe ka marrë rrugën drejt urës vajgurore, thot nipi dhe i biri. Në fakt kohët e fundit ishte vënë re i shqetësuar, përpara një viti kishte humbur kujtesën, kishte marrë medikamente, ishte bërë më mirë, kishte ndërprer ato një natë më parë ngrihe nga gjumi, thot i biri dhe shtrihej përsëri, ndërkohë që nuk e kanë parë dhe nuk ka thënë asgjë, ka dalë si çdo ditë nga shtëpia rreth orës 7, të gjithë ju që e keni parë apo dini diçka, mund të telefononi në numrat tanë të telefonit pas orarit tonë në transmetim të drejt për drejt, mund të telefononi në numrin 069 20 37 000, ose gjatë transmetimit kemi një tjetër numër 044 80 49 09, deri në përfundim të këtij emisioni. Ja, kjo është fotoja që dallohet ndoshta edhe më qartë, bëhet fjalë për nishane dhe për një kafe, ka një shtat të shkurtër, rreth 1,60 thot familja, një trup mesatar, por me vete ka kartën e identitetit, mund t'ja kërkoni dhe mund të shkoni me njerë në polici. Policia paralelisht me emisionin Me zemër të hapur, sa po kishte mbërritur në poshtje, kanë ngritur dronat për të bërë kontrollin e zonës. Ndërkohë, Irina, jemi bashkë. Rasti i Zotit Muzafer është realisht një situatë emergjence psikologjike, sepse është i vendosur në kushte të jetë rënduara dhe në një rrezik të lartë, të fortë psikologjik dhe jetësor, që do të thotë është i ekspozuar ndaj një sër rreziqesh, i kanosa një sër rreziqesh, duke nisur këto ditë kanë qenë të ftohta, të lagështa, dhe Zoti Muzafer është endur me orë të tëra rrugëve, mbi lodhja fizike, emocionale, konfuzioni, tejet i lartë, ankthi, ndjenja e panikut, që i shoqëron këtë situata, hutimi, tejet i lartë, patjetër që edhe mund të ndikojnë në përkeqësimin e gjithë situatës, në mënyrën se si... Pra duhet të bëjmë të gjithë bashkë, të jemi pak emotiv... Duhet të ndërhyjmë në mënyrë emergjente dhe të gjithë njerëzit që e shohin, të marrin telefonin dhe të drejtohen autoriteteve, të drejtohen familjarëve, sepse ai që është duke u endur rrugëve është i përhumbur. Pak indiferent të gjithë personat që shikojmë të përfshirë. Për fat keq, po, ka një indiferencë të... Do të thënë, këtu ndodh ai fenomeni i spektatorit pasiv, i njohur në psikologjinë sociale, që neve mendojmë t'ua delegojmë përgjegjësinë të tjerëve. Ose nuk e japim rëndësi një situatë të caktuar. Themi, nëse do reagoj dikush, mund t'i bashkëngjitem unë edhe dikush tjetër. Në kushte të tjera, themi, le të veprojnë organet apo le të veprojnë institucionet dhe nuk është një gjë që më përket mua. Në fakt është një përgjegjësi kolektive, është një përgjegjësi e secilit nga ne, sepse një moshuar që endet në mënyrë të atill, apo nuk i kanë dhënë rëndësi situatës. Sepse duket që Muzaferi shkon drejt fundit, e bën kokën me një anë për të para ka rruga ndeja apo jo, dhe më pas kur i kanë thënë që nuk ka rrugë, shikohet ku ka dalë dhe më pas ka marrë drejtimin e urës vajgurore. Ama hutimi i tij, përhumbja e tij është plotësisht e lexueshme, minimalisht një kujdes njerëzor, një interesim bazik njerëzor që xhaxho ke humbur rrugën apo emri yt si është, do të shkosh gjikundi, ke nevojë të qëndrosh, të hash diçka, të t'japim një çaj apo sepse është duke rënë shi, është në të ftohtë dhe ai që është pa drejtim. Dhe minimalisht një pyetje, një interesim mund të ishte i pritshëm. Të afrojnë, kur shikojnë edhe sjellje të tilla. Duhet ta themi këtë gjë. Atëherë, nëse nuk mund të merresh, mund të adresosh te organet kompetente, pra mund të marrësh numrin e policisë edhe shikojmë një... Domethënë ta mbash aty duke i ofruar diçka të Po, edhe ndërkohë që ti telefonon dhe i jep ndihmën tënde të parë, sepse tash është situatë emergjente psikologjike, duket që nuk është në kushte të mira të shëndetit mendor. Shpresoj të ketë mbijetuar orëve të natës, shiu të natës, të fundit të natës. Sepse thash, rreziqet janë të mëdha që nga dehidratimi, nuk e dim a është ushqyer, a ka pirë mjaftueshëm lëngje, ujë, për sa rrugtim ka përshkuar në këmbë, është një trajektore të jetë i gjatë, pra tham shumë kilometra të përshkuara në këmbë.
Ndërkohë, një situatë hipotermia është vetëm me një xhaket lëkure dhe në këto temperatura është shumë pak për zotrin, mund të ketë dhe ndonjë dëmtim aksidental, pra shohim që del në rrugë, hynë sërish në një ambient deri diku më të mbrojtur, më pak të ekspozuar, ama nuk e përjashtojmë dot si risk. Mirë, do doja në fakt të rilidhesha edhe njërë, po i bia në këto momente të birit Mikelit, por që nuk e kam të pamundur sepse ai nuk ka internet në këto momente, të rilidhem edhe njërë me familjen, ndoshta a janë bërë kontrollet e duhura në për spitale, sepse duhet pyetur ndoshta në spitalin e Beratit, ndoshta në spitalin e Lushnjës, në spitalin e Fierit, nuk e di policia që kanë transportuar diku e kanë çuar sa po mbriti Thanipi, po pak me vonesë për mendimin tim, sepse mbas pak orësh edhe do erësohet dhe kërkimet duhet ishin që sa zbarte drita në fakt, që të kishe mundësi ngritjen e dronëve, policia për të kërkuar sa më shpejt dhe sa më parë të moshuar 68 vjeç. Visi, ndalojmë pak tek rrugët ligjore. Kur kërkohet një moshuar? Sepse me sa duket duhet mbushen 72 orë në mos gaboj, apo 24 orë në raste emergjente? Kemi një procedurë standarde, Po. e cila fillon që mbas ligjit për policinë e shtetit, ligji nr. 108/2014, i cili policia ka detyrimin ligjor të ndërhyrë më njëherë në rastet kur kemi një person të humbur. Gjithçka fillon me denoncimin e familjarëve, të cilët paraqiten në komisariatin B4 për të bërë denoncimin në lidhje me rastin e humbjes së një familjar të tyre. Më pas kemi një procedurë e cila pas 48 orësh, nëse personi akoma nuk është qendur, atëherë policia fillon që të bëjë procedurat për kërkimin e personit humbur. Është një procedurë standarde, por në tilla raste kur kemi një person i cili është i moshuar, një person i cili ka problematika të theksuara mendore, edhe për shkak se është i ekspozuar dhe ndaj kushteve atmosferike, në rastin kemi një emergjencë absolute, e cila policia që në momentin e parë, e cili është referuar si rast, është denoncuar në organet e policisë, duhet kishte një ndërhyrje në lidhje me kërkimin apo zbatimin e një plani emergjent për gjetjen e personit të zhdukur. Në rastin konkret duhet kemi edhe një bashkëpunim nga organet e policisë me organet e tjera, si për shembull njësitë e qeverisjes vendore, shërbimet civile, emergjenca civile, të cilat vinë në ndihmë si strukturë mbështetje në lidhje me gjetjen apo hartimin e një plani për kërkimin e personit humbur. Kontakti i parë është në lidhje me spitalet, ashtu siç e theksuar dhe ju, në lidhje me spitalet, nëse kemi një person i cili mund të jetë i dëmtuar ose mund të jetë i shoqëruar dhe nga persona të rastishëm, i cili mund të jetë i shoqëruar në spitalet rajonale të zonës. Nëse kemi, një neglizhencë e cila është nga organet e policisë, sepse që në momentin e parë duhet kishte një përgjegjësi për të filluar kërkimet në mënyrë emergjente. Në rast se do të kemi pastaj një neglizhencë nga ana e organeve kompetente, atëherë do të kemi edhe një përgjegjësi administrative, por në rastet edhe më të rënda do kemi një përgjegjësi penale për shpërdorimin e detyrës. Po, megjithatë e rëndësishme është që orët e para janë shumë të rëndësishme, thash edhe njëherë, për çdo rast, por njëkohësisht edhe pyetja ndoshta nëpër spitale, sepse dikush mund ta ketë gjetur, mund të ketë kërkuar ndihmë në spital, mund të ketë thirrur ambulancën, ndërkohë që regjia, kë kam në telefon, ju lutem? Është Emiliano. Emiliano? Është nipi? Emiliano? Po dëgjon? Atëherë pyetja nga psikologja dhe nga avokati vjen. Keni pyetur në spitale? Jo, ne personalisht jo. Ju personalisht jo. Duhet të shkoni dhe të pyesni në spitale, sepse mund të jetë gjetur në situatë rruge dhe mund të jetë dërguar ndoshta në spital. Policia deri në këto momente, çfarë thot? Ky persona që ka në shuja, për dije flasin në marsdite, që ka parë këtu në poshnje, në urë vajgurore. E qartë. Vetëm duhet të pyesni edhe në për spitale, në Berat, në urë vajgurore, ndoshta qendra shëndetësore, në Fier, në Lushnjë.
Okej, në vendi që do jemi në listë është dhe policia lukë. Edhe diçka, terreni nga ka shkuar drejturës vajgurore Zoti Myzafer, është i vështirë? Është një rrugë me probleme? Jo, rruga asfaltur. Asfalt, është me rreziqe rruga? Ka rreziqe? Si që tani makinat? Jo, përveç makinave duhet themi, si terren. Jo, nuk. Diku ku mund të ketë rrëshqitur këmba, ose është e qarkullueshme që të ketë kërkuar ndihmë? Po, e qarkullueshme po është. Do me thënë, ka qytetarë që lëvizin, qoftë në këmbë, qoftë me makinë. Po me dronë tash në moment. Okej, mirë, do shikojmë se çfarë do ndodhi nga kërkimi me dron pak vonë policia në fakt, duhet ta themi këtë, Emiliano, sepse pas pak orësh do erësohet. Duhet ishte bërë kërkimi me dron që në orët e para të mëngjesit. Kjo është unë tani ne si komandojmë dot. E vërtet, por duhet ta themi këtë gjë. Faleminderit Emiliano, do mbetemi në kontakt. Faleminderit. Faleminderit. Ja dhe një moment tjetër që familja nuk pas ka pyetur në spitale, ndoshta në qendra shëndetësore, sepse është një rrugë që qarkullokan edhe njerëz në këmbë, por edhe makina. Të shpresojmë që të kthehet shëndoshe mirë në familje, vetëm kjo na ka mbetur, apo jo? Dhe të shpresojmë të reagimi shpejt i komunitetit. Vetëm diçka, Irina, për ta përmbyllur, individ të tillë është shumë e vështirë ndoshta për të izoluar ose për të pasur pjesëtar të familjes nga pas, sepse nuk mund ta mbash dot. Izolimi bën akoma edhe më agresiv, i rëndohet sëmundja e tyre, prandaj duhen lënë të lirë, por gjithmonë duke i monitoruar. Duhen monitoruar, duhet jenë në fakt nuk kemi mekanizma që institucionet që të ofrojnë më tepër mbështetje për familjet, sepse është shumë e lehtë të targetohen familjet, është shumë e lehtë që të fajsohen familjet, apo në këtë rast familja nuk ka asnjë faj, sepse ai është një person adult që kërkon lirinë e tij. Pra është një... Po edhe këtë raportin pak me shëndetësinë e kemi, sepse Nipi Emiliano e tha përpara një viti ka pasur disa probleme, ka kaluar një traumë, po ka marrë medikamente, tronditje të thellë psikologjike dhe emocionale. Dhe nuk i ka vazhduar më, mos vazhdimi i medikamenteve, ama kujdesi nga familjarët sigurisht që ka qenë i vazhdueshëm. Si duhet vlerësuar situata e një të moshuar? Ky është edhe mesazhi i fundit që duhet dhënë. Tani në rastin e Zotit Myzafer, realisht e ndjekim me shumë shqetësim edhe për paaftësinë e tij për të perceptuar në mënyrë realiste rrezikun apo rreziqet që i kanosen dhe paaftësinë për të kërkuar ndihmë, sepse ndodh tipikisht tek individët e moshuar me çrregullime të njohse, pra me probleme të shëndetit mendor të karakterit njohës, që do të thotë demenca, Alzheimer, çështjet e konfuzionit, problemet me kujtesën, me orientimin. Janë individ që dalin në rrugë dhe nuk mbajnë mend emrin e tyre, nuk din identitetin e tyre, nuk mbajnë mend shtëpinë, nuk din rrugën e kthimit, nuk din emrat e familjarëve, pra nuk din të shpjegojnë gjendjen dhe nuk din të verbalizojnë nevojën për të ndihmuar, sepse nuk kanë një perceptim korrekt të rrezikut, pra nuk e kuptojnë që janë në situatë rrugë dhe ku dhe çfarë duhet të bëjnë. Mendojnë që janë duke bërë diçka tashmë. Mirë, unë të falenderoj për prezencën ditën e sotme dhe për komentet tuaja. Faleminderit Iren, faleminderit Visi për gjithë kontributin tuaj, ndërkohë që duke shpresuar të kemi lajme sa më të mira dhe më të shpejta në lidhje me 68 vjeçarin Myzafer Çili, do kalojmë në këto momente regjia tek komunikata e kolegut tim Enver Doçi, do t'i rikthehemi ngjarjes së parë në Ostren të Bulqizës, ku mbrëmjen e kaluar rreth orës 23, 58 vjeçari Bastri Nuredini ka goditur të birin Kongres Nuredini 29 vjeç. Atëherë e nxjerrim në Wall një ngjarje rënd, është regjistruar mbrëmjen e kaluar rreth mesnatës në fshatin Ostren të Bulqizës. Sipas informacioneve paraprake, një 58 vjeçar dyshohet se ka goditur me mjetën prerës djalin e tij 29 vjeç pas një konflikti brenda familjes. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 23, ndërsa sipas banorëve të zonës në Sherr kanë ndërhyrë familjarë të tjerë të cilët kanë arritur t'i heqin nga dora mjetin prerës autorit të dyshuar duke shmangur
pasoja edhe më të rënda. I riu është transportuar me urgjencë drejt Tiranës, ndodhet në kujdesin e mjekëve, burimet spitalore bëjnë me dije se gjendja e tij po monitorohet. Mësohet se 29 vjeçari, kjo është detaji shtesë në fakt, ishte i martuar rreth 1 vit më parë, por bashkëjetesa kishte zgjatur vetëm 10 ditë, ndërsa bashortja ishte larguar. Rrethanat e ndarjes mbeten ende të paqarta. Familja e përbërë nga 5 antar jeton në kushte të vështira ekonomike, policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Këto janë detajet e fundit të sjella në këto momente nga kolegu im Enver Doçi, të cilin e falenderoj, ndërkohë do të jemi në kontaktet vazhdueshme edhe me familjen e Myzafer Qilit, me të birin Mikelin, por edhe me Niprit, me Mariusin dhe me Emilianon. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar javën tjetër, është fillimi një muaji dhe shpresoj që muaji i shkurt të jetë një muaj me pozitivitet, kështu të jetë edhe kjo fundjavë. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar muajin që vjen dhe javën që vjen.